Spore më lejoni që t'ju falenderoj për votimin me mbi 2/3 e Kuvendit të Republikës të planit të rritjes së Bashkimit Evropian, i cili ka një vlerë të gjithë mbarshme prej 882.6 milion euro, nga të cilët afër 30% janë grante, ndërka që pjesa tjetër janë kredi, përfshirë natyrisht edhe votimin që u bë në javën që lan pas për 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore në shumën e përgjithshme prej mbi 120 milion euro, që kësaj atë ditë e bën ditë mbi 1 miliardë për Republikën tonë të përbashkët. Pra faleminderit të gjithëve për këtë. Ashtu siç e parasheh ligji për financat publike, brenda vitit 2025, brenda tetorit të vitit 2025, saktësisht me 31 tetor 2025, në mbledhjen e qeverisë, ne e patëm miratuar buxhetin për vitin 2026, që është dashur të bëhet diskutim e aprovim në nëntor e në dhjetor të vitit që lan pas, por siç e dim, legjislatura e 9 përfundoi ashtu siç përfundoi, patëm zgjedhjet e parakoshme të lira, të ndershme, demokratike, tash kemi kuvend të legjislaturës së 10, kemi qeveri të re, andaj edhe bëm një mbledhje të re të qeverisë në mënyrë që të vim me buxhetin për vitin 2026 të kjo, por i cili nuk mund të jetë i ri, ashtu siç është përbërja e kuvendit dhe ashtu siç është qeveria e re. Zotimet që i kemi thënë në fushatën e fundit, natyrisht që janë të përmbledhura në ekspozen që kam bërë me datën 11 shkurt, kur u rizgjodha kryeministër, por para se ajo ekspoze të shndrohet në buxhet të ri, duhet të vijë te ky programi qeveritar. Pra do të ishte jo normale që ne këtu të sjellim tash buxhet në përputhje me ekspozen pa e sjell paraprakisht programin qeveritar. Rendi logjik i gjërave, për nga kronologjia është kësaj pra. Zotimet në fushat, ekspozea e kandidatit për kryeministër, programi i ri qeveritar dhe më pastaj rishikimi i buxhetit. Në këtë buxhet që kemi prezantuar të kjo, natyrisht që kryefjala është shifra prej afër 4 miliardë euro, ku 1/4, por rreth 1 miliardë euro janë buxhetuar për investime kapitale. Natyrisht risi, por tashmë e paralajmëruar e këtij buxheti është paga e 13 për gjithë punonjësit e sektorit publik, pra kush punon 12 muaj në sektorin publik i merr 13 paga, dhe kjo si vjet nuk do të jetë në fund të vitit, por në pranverë. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim të asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune, pra kemi dyfishim të shtesës së përvojës së punës. Kjo përkthehet në rritje pra për pagën e secilit që punon në sektorin publik, varësisht nga vitet e përvojës së punës. Buxheti 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për tri dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletimi i reformës asistencës sociale e shumë mbështetje tjera për familjet. Synimi ynë vjen nga orientimi ynë, rritjen të mos e mbajmë për shtet, po ta shpërndajmë në shoqëri, dhe shpërndarja e rritjes ekonomike, shpërndarja e mirëqenjes, përveç se e zvoglën pabarazin, njëkohësisht edhe rrit kërkesën agregatin e ekonomisë, që natyrisht që është mirë jo vetëm për familjet në Kosovë, por edhe për ekonominë e shtetit. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barrën esenciale, por gjithashtu edhe mbështetja për kulturën e sportin, rritet mbështetja për ndërmarrësit dhe për sektorin privat e përbuqit, por rritet buxheti edhe për investime në infrastrukturë publike. Po para se gjithashtu në këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vejmësia e shtetit tonë dhe zhvillimit të tij. E kur jemi te investimet kapitale, vit i parë rekord ishte viti 2023, kur shpenzimet kapitale ishin 561 milion euro, pastaj 654 milion euro ishin vitin 2024, ndërka që në vitin që lan pas 2025
investimet kapitale gjithsej nga qeveria e Republikës ishin 720 milion euro, e siç e prezantoi Ministri i Financave Kurran Murati, me buxhetin 2026 kjo i afrohet 1 miliardshit, pra synimi ynë është që 1 miliard të jetë dyshemeja e investimeve kapitale në mandatin 4-vjeçar në vijim. Ne këtu kritikuam që ky është buxheti status quo-s, pjesërisht besoj që u përgjigja me faktin që ne duhet ta sillim programin qeveritar një herë dhe më pastaj rishikimin e buxhetit, mirë po në anën tjetër duhet ta pranojmë bashkërisht që nëse dikur stabiliteti ka qenë progres, tash kemi progres stabil. Pra është një farë kalimi cilësor, prej stabilitetit si progres, te progresi stabil, me që rast rritja ekonomike së paku 4%, natyrisht që është stabile dhe një këso lloj rritje stabile nuk është status quo e keqe.